2017 jam diagnostifikuar me kancerin e gjirit. Emri I kësaj smundje është shumë I madh, gjithmonë asocion me vdekjen. Është e mundën që qaq shumë, se prej momenti që e kom qitë komën jashtë. Dhe ju kisha bo apel atyne që I ka nona gjallë, me ndëgju sa ma shumë. Edhe nëse s'muj me I majtë mend, me inqizu, se fjalët e nanës kanë shumë domethënie për krejt jetën vlejnë. Muaj roz, muaj kancerit të gjirit, që më herët nëse kemi dëgju një emërtim të tillë kemi llogaritë si një përfundim fatal. Mirë po fatmirësisht ka dashur Zoti që sot trajtimi I këtij lloji të kancerit të jetë shumë në hap, do thotë edhe të shohim gra të cilat ballafaqohen me këtë smundje, por realisht e tejkalojnë dhe vazhdojnë të jetojnë shëndetshëm. Është shumë kënaqësi edhe nder për mua sot me pas Ylka Alidema. Mirë se erdhe Ylka. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që ju keni përgjigj ftesës. Ylka unë tregova që është komplet muaj tetor që I kushtohet, do thotë kancerit të gjirit. Çka nën kupton për ty personalisht duke e ditë që ju para disa viteve veç se keni tejkalu, do thotë si sfidë jetësore, fatmirësisht. Faktikisht, po, shumë e vërtet, 2017 jam diagnostifikuar me kancerin e gjirit. Emri I kësaj smundje është shumë I madh, gjithmonë asocion me vdekjen, edhe sot fatkeqësisht. Mirë po njeriu në disa raste ka mundësi edhe të shërimit me mënyrat e reja edhe mendoj unë me besim në vetvete. Besimi në Zot është I pakontestueshëm për arritjen e kësaj, për ballafaqimin me këtë sfidë. Unë mendoj për shëndetin mental edhe për shëndetin fizik gjithashtu. Mendoj që ka të bëj shumë, megjithse edhe mjekësia e ka dorën e vet, fatmirësisht. Po, Ylka, na e diskutuam paraprakisht kur pim kafe bashk për ecurin edhe mu dok shumë interesante dhe shpresoj me qenë shumë shpresdhënëse për krejt gratë edhe vajzat të cilat na shikojnë. Qysh ken ato shenjat e para që të bon ty me shku te mjeku? Faktikisht, unë përveç lodhjes së tepërt, nuk është se kam pas ndonjë simptom tjetër. E kam diktu vetë në gjatë pastrimit të trupit, një gjandër shumë të vogël, sa me thënë madhësinë e një vezet plumbit, edhe kjo më ka bo me dyshu që kam nevojë për një kontroll, megjithse nuk ju kisha thonë njerëzve me prit veç kur kanë simptomet ose diçka të prekshme, ju kisha thonë gjithmonë sidomos gjatë muajit tetor që është në fokus kanceri I gjirit, që është faktikisht edhe më I shpërndarë në botë, te femrat zakonisht, edhe pse ka edhe te meshkujt, me bo kontrollet rregullta, sepse unë kur e kam vrejt, do me thënë e kam anashkalu pak a shumë, sepse kanceri e komendu si një gjë që të smur, të len shtrit, ka dhimbje, ka do me thënë shumë të rëndë, ndërsa unë kom qenë shumë gjendje të mirë, nuk kom pas as dhimbje, as diçka tjetër që me dyshu që është kancer, përveç asaj gjandrës në gjinj. Mandej, Ylka, ti ke jetu dhe vazhdon me jetu një pjesë të madhe të kohës në Londër. Po. Edhe vizitat e tua kanë fillu atje, apo? Faktikisht ka qenë muaj fundi majit, fillimi qershorit, kur unë kam gjetë gjandrën, edhe
kam bisedu me mjekën time, që kam atje me mjekën familjare, ja kam tregu shqetësimin tim edhe më ka thonë, okej, mund ta bëjmë një takim me Royal Marsden, është instituti për kancerin e femrave, themelum prej mbretëreshës Elizabeta II. Vetëm për femra është? Po, vetëm për kanceret e femrave, Royal Marsden, në Londër, në zonën perëndimore të Londrës, edhe më ka thonë që merr kohë 10 deri në 2 javë. Unë se shqiptare e Kosovës, kam thonë jo, nuk kam mundësi me prita gjatë se kam biletën për me udhëtu për Prishtinë. Edhe më ka thonë, okej, nëse më premton që do të kontrollohesh atje në Kosovë, unë ta shty takimin për kur kthehesh, se unë kam pas me najt 3-4 muaj. Edhe e kom marrë shumë qetësisht, do me thonë, edhe kom marrë në Kosovë. Kam mas disa jave, kam shku në vizitë te Daja, kam Daja në Pej, edhe vajza e Dajës është shefe e urologjisë, më ka dërgu të një kolege saj në ginekologji, në një kontroll të shkurt, edhe më kanë thonë nuk është shumë diçka e madhe. Mendoj ndoshta edhe ultrazoni nuk ka qenë i përditësum, nuk ka qenë i mjaftueshëm, i rregullt. Mirë, po unë kur e kom dëgju atë, kom mendu që s'është kur gjë, mund t'jetë ndoshta gjendër dhjamore, ose fibroadenoma, se kemi mjek shumë familje dhe e kom pasi diçka të thjesht. Edhe kom vazhdu pushimin në Kosovë, pa kur farë brenge. Edhe kur jam kthy në Angli, mas 3-4 muajsh në shtator, i kom tregu mjekës time, i kom thonë kom qenë në Kosovë, jam kontrollu, më kanë thonë, s'ke kur gjë. Mirë po, unë s'kom marrë kur farë letre si dëshmi. Edhe fati im, ajo këm ngulli që unë ta bëj edhe një kontroll atje, sepse tha, nuk kam mundësi me mbyll çështjen në kompjuter, me që ti s'm ke sjell kur gjë për Kosovës, do me thonë është vetëm fjala jote që mu nuk më krym punë për me mbyll çështjen. Caktoj një takim pas 2 javësh. Unë e humba isha në një intervistë pune për mësuse dhe shkova në intervistën e punës edhe u vonova për takimin ke mjeku. Edhe më telefonoj mjekja ime shumë. Mjekja të telefonoj ty? Po. Çfarë kujdesi? Shumë superlativ. Unë jam me atë mjekësi familjare, është klinik e mjekësisë familjare në High Street Kensington, edhe ajo është nënën e perëndimore të Londrës, ku kam jetuar si fillimisht. Edhe më telefonoj, tha, nuk ka mundësi që e ke humbë këtë takim, thash po të kërkoj falje, shumë, se unë e disha, nuk kam pas asnjë lloj intuite. Për herë të parë në jetë, kom qenë ashtu shumë e gëzueshme, më falni. Edhe jam ndje mirë, nuk kom pas asnjë lloj simptomi, po në një anë dhe psikologja ime pastaj që jam që këshillohem edhe sot e kësaj dite më ka thonë që ka mundësi që edhe truri instiktivisht ka dosht me ik ballafaqimit me mjekësinë angleze, do me thonë je mjaftu me ato, këta po thojnë mirë në Kosovë, ato që t'ka pëlqy. Po, ato që m'ka pëlqy, ato që kom dashtun e me ndëgju. Edhe kur ma ka caktu tjetrin takim mas 2 javësh, veç për hatër të saj kom shku. Do me thonë, veç për me abo qefin asaj. Tipike shqiptare. Tipike, komplet edhe. Kom thonë, okej, po shkoj, kur jam kontrollu atë det, në ftyrën e mjekës që e ka vendos ultrazonin në gjoksin tim, e kom po që diçka vërtet nuk është në rregull shumë. Që thojnë anglisht big time. Edhe jo mundu me atë mjekën angleze jo mundu me ngushlu, i kom thonë, mirë jam one, nuk kam kur gjë se jam kontrollu në vendin tem, edhe atje më kanë thonë, jam okej, nuk është diçka e madhe, edhe ajo më një mënyrë mundu me bo mu me qesh, tha, s'ka lidhje, unë pe kry punën tem,
I tha motrës, afroj mjete tjera, edhe më tha, pa tjetër më do të me donë në anestezian lokal, me I marrë disa mostra, edhe bisedojshëm për Kosovë, cilit ven je, ku ke qenë më kontrolu, tha, unë jam e Kosovës, si Rita Ora, Dua Lipa, tha, për Ritën e kom dit, për Dua Njo, edhe më bëjke muni shumë mirë, edhe më shtike me keshi, dite ke do kongë tyne, po nuk është se jam shumë e informume. Gjatë procesit u bë keq ky muhabet. Po, gjatë procesit që ma dha anestezionin, gjatë procesit që e vendosin një lloj gjilpëre që mundet me marë biopsin. Me thonë me I këput një 10 mostra, 8 ose 10 nëse s'ka bëj, se ka qenë 2017 edhe nuk është fort që e menaja atë pjesë jetës. Edhe të bëhaj gare, tha shumë mirë, a kiti vajza, thash jo veç 2 djem, okej, tha se në këshe bo dhe tha se Kosova si një vendi talenteve, thash jo kemi edhe futbolista, njoftëm për djem, edhe kalova shumë mirë, nuk pata as dhimbja, as kur gjë, nuk e ndjeva gjatë kohës që I murë ato, edhe të fol me atë, as nuk e vresha qka është të buaja në trupin tem. Edhe më tha, ma 10 ditë vinë rezultatet, I kom tregu vetëm 3 personave, me thonë shoqës tem të ngush Venerës, që e kam ma shumë se shoqë, motër gjithë shka, motra em Lendita dhe nusja vllaut Vjosa. Me thonë këta kanë qenë të vetmi 3 persona që e kanë ditë që jem të I prit rezultatet e gjoksit. Kur kom shku mas dhe dite, do me thonë kom shku vetë, se kom marrë kërkan me veti, se kom qenë shumë e bindun që veç kom e marrë atë letrën edhe, bile edhe veturën e kom pagu vetëm për gjysore. Ku me ndu shumë thjesht, e marrë letrën edhe kryet çdo sen aty merë fond, përfundan. Edhe kom prit, thuaj se një orë e gjys, edhe fillova me u bajatov që thojmë na, thash, qka janë të bo, ma veç kanë me ma dhoni letrë, se I thirshin krejt ato gratë aty para meje. Edhe pak u bona e kenë që thash, veç që jam më shqiptare, po ma shtyn. Mandej, kur mbeta e fundit, më thanë, a ka mundësi marrë mrena, dollën më thirë me amën, a ka mundësi marrë mrena, thash po, thash se mjeku donë me bisedu me ty. Okej, në rregull, edhe kom marrë telefonin me vazhdu parkingun. Thash, veç janë të më vënu katë. Edhe, kur kom hymë mrena, tu e ndëgju zonin e parkingut, që flet automatikisht, e kom pa 2 mjek t'ullur, edhe një mjeke, afer kompjuterit, edhe e kom dëgju që I kanë thonë motrës, mbyllë derën edhe hapi shishet e ujit, kishin qenë 2 shishet pa hapuna, kur I kanë thonë hapi shishet e ujit edhe mbyllë derën, që aty jam mull, aty në ullse, që më thanë ata mull, edhe e kom këthy kokën, e kom ledzu vetë në kompjuter, karcinoma duktale, edhe veç e kom lëshu telefonin tavolinë edhe kom prit. Qka po më thojnë? Edhe pse e ledzova, vetë me sytë me në kompjuter, edhe më thanë, fatkeqësisht po, të ti kemi gjetë karcinomën që lizat ku formohet qumshti I gjirit, edhe po që I ke karcinoma duktale, edhe më kam pyet sa fëmijë ki, kisha pas thonë 1. Aty realisht I ke 2. 2, po 2 djemë. Po për I shokut emocional që e ke përjetu. Prej momenti që jo mull aty, nuk kam kur farë djenie as memorje, çka më kam pyet edhe çka jam përgjigj. Është shumë interesant, veç e maj men motra që më ka qit 2 herë ujë, edhe di që kom fol me ta, një orë e gjys, do me thonë, në atë 1 orë e gjys është diskutu plani I operimit tem, plani afat gjatë, si do të operohet, si do të veprohet, nuk kanë qenë sigurt a do të kem nevojë edhe për kemoterapi pa u operu, më kanë pyet a jam e gatshme me marrë një indiane, hinduse, faktikisht indis, operimin përgjithësi, ajo ka qenë kryesorja e operimit tem, kom thonë po, se femnave ju besoj se ato kretë kanë qenë shkrume, në skrip mandej që unë I kom lexu. Do me thonë se unë absolutisht nuk kom pas, nuk kam edhe sot memorje. Veç qasoj që e ke lexu mas. Po, krejt.
Kom thonë po, se ju besoj femnave shumë ma shumë, kishin qesh ata, mjek, të kanë qenë 2 mjek tjerë, kishin thonë, shumë mirë, edhe është mendim shumë pozitiv, edhe ju kisha thonë në fund që unë e kom e kalu këto, edhe nëse është shumë e madhe, edhe nëse është për kemoterapi, edhe qka do koftë, unë ju kisha thonë, unë e kom e kalu këto. I believe in God, ju kisha thonë, I will survive this. Edhe pak më bo qefe që kisha folë qështu. Edhe mëse pa djeni, edhe në mërët mirë, edhe për vetën. Kur kom dalë, ka qenë dita që ka ardhë pluhuri i Saharës në Londër. Do me thonë, edhe unë kom metë aty një 3 orë prej kohës, kur kom hy me prit letrën, ka zgjatë 1 orë e gjys, edhe 1 orë e gjys me këta, do me thonë, kur kom dalë jashtë mas 3 orë prej spitalit, gjithë shka ka qenë e verë. Edhe thash, është e mundën që qatë shumë, se prej momenti që e kom qitë kamën jashtë spitalit, prap mu ka këthy memoria. Shumë interesant, nuk di me spjegu këta as psikologi jam, nuk ka dit me më dhonë spjegem, e kom po krejt verë, thash, da më bo kja meti për mua, t'ja bo veti qërë. Thash, nuk është e mundën, ma ndendi thash veti, thash, jo, me thash se nuk jam mërzitën e që ka shumë, që me pas këtë pamje të verë, thash, skryët bota, thash se une kom e kalu prap, gjithmonë shumë pozitive edhe, e kom pas lanë duhanin 1 vit e 1 muj. Para qësoj? Po. Me thonë 2015, në fund 2016, deri në 2017 që u diagnostifikova, i bjen 1 vjet e 1 muj, 2, qështu diqka. Edhe momentin që kom dalë aty, më shku edhe i komplet 2 paketa sigare. E po ma banaj njeri në shqitore, ndosta 2 anja, thash, 2. Edhe tha, pse 2? Thash, po e kom lënë duhanin që një 1 vjet e gjys, thash edhe më thanë tash që jam diagnostifiku me kancer, edhe thash, masi po shkaj, baba e me ka pira, me t'lija shumë duhanin, ndjes pas, edhe thash, 1 paqet për ta, 1 për vetë. Se qikat me ndojon e janë vajza gjithmonë të priruna. Me qenë ma t'lidhuna me babën. Absolut. Edhe thash, 1 për moj në gjep, për ta, edhe 1 për pi vetë. Edhe prea ditë prape kom fillu, fatkeqësisht, edhe... Mendoj që e ndjejshë që ki nevoj për qatë ngushëllim një farforme. Po, edhe se me një mënyrë thesha vetit, unë e kom e kalu, unë jam qika babet, baba em ka qenë një njeri që ka luftu kundër 24 milion Jugoslavëve atëherë, ka qenë në për burgje, në për kazamate sërbe, edhe asnjëherë nuk është thy. Edhe thesha, lemone një truh kancer, sa nivoje plumet. Në këtë anën tjetër thesha, te pion edhe që t'pa që e cigare. Edhe këqyre, ma din, ndoshta kjo shumë e keqe me tregu publikisht. Mirë po, mu ka dash në qatë kohë. Që ajo, se kom qenë veç vetë, mu familja mjeton, motra mjeton në Zvicër, vlla mjeton në Gjermani, edhe shoqja e ngushtë Venera që përmena mjeton në Gjermani, do me thonë, në Angli faktikisht, familjarisht nuk e kam kërkan. Qartë. Edhe, sidomos gjinis femrore, e kam një kushere, pa ajo është mashkull, është ma ndryshe. Po, normal, e qartë. Edhe, do me thonë, njerës ma të ngushtë familjes, i kam në tjera shtete. Edhe në Anglia jemi dëshysh si ishull ma të veçum prej krejtve edhe ashe kom dje vetën vetë, ashe kom dje vetën, thash, fmiti kom pas nën mosh të dët. Nën 18? Po, të dët, edhe isha one gjithë qysh do na më shëru se ma ndej fmi do të mi marrë ish bure me njerk. Do me thone, kësha shumë të randa atë procedurën e fmive, se mu nana më ka vdek 1 muj pa i bo 15 vjetë prej kancerit, cervical cancer, kancerit qafës mitrës, edhe po ne kom pas babën, kom pas vllane, kom pas motrën. Ke qenë në Prishtinë, në vend tonë? Jo, kom qenë në Gjermani. Në Gjermani, po, se nana më ka vdek atje, po kom jetu me ta. Do me thonë, ka pas kush më kujdes për mu. Ndërsa për fëmijët e me, do me thonë, të dët të qenë nën mosh, do me thonë, kishë qenë e pa evitushme
që me I marë I baba I tyne. Jo se kish ndodhë diçka, po nana është nanë, edhe njerka është njerk. Normal. Pa dasht me Normal. hynë edhe I thësha. Plus edhe tu e ditë në për çka kanë kalu në raport me nanën e vetë. Po. Edhe do me thonë janë shumë sene që lidhen aty, po? Shumë, edhe do me thonë, ju kom lutë Zotit gjithmonë që të paktën deri në momentin që fëmijët bohen plot fuqishëm për vete, edhe janë tafë për vete, me qenë one gjallë. Edhe me qenë e aftë më kujdes për ta, do me thonë, edhe I kom thonë vetit, one jam verzioni ma I mirë I prindërit me, edhe one kom e te I kalu, do me thonë, nuk kom e shku në atë moshë të re edhe milion fëmijë, gjithmonë e kom pas mbështetjen të Zoti edhe të familja em që kom e adal. Edhe vërtet ndodhi ashtu. Me thonë, asnjëherë nuk e kom marrë ato si një diçka, shumë njerëz nuk e kanë ditë me vite. Deri sa kom qenë me një emision, me një podcast tjetër, para 4 vjetëve edhe kom bisedu edhe njerëz më kanë thirrë, më kanë thonë, wow, qyshe ke vazhdu se e urrej atë viktimizimin, atë one jam tash smut edhe krejt bota du të musil rreth me, jo, one mendoj që sprovat e Zotit janë për njerëz të fortë, edhe mendoj që ajo që është e shkrume ka me ndodhë, gjithsesi. Si u kajte, si s'u kajte, si e dheze një paqet cigare, si jo, do me thonë, një paqet e kom fjallin, jo mu këthy me vazhdu, me marrë cigare, me pi duhan ose me marrë se mu ma kanë sugjeru edhe vajnë e kanabisit e këto, po une nuk mu imi ani erën. E kom shumë problem me lëkth, edhe nuk kom dasht me... Se kom thonë, nëse e ka shkru Zoti, mjekësia angleze është e njoftëm për kancer, do me thonë është stadin ma të naltë. Edhe kom mundu me më ushqy shëndetshëm, mu lutë e Zoti edhe me besu në vetën. Menoj që to trija janë, mu më kam jaftu dashnia e qëtyne 3 femnave, edhe pse e kom pas edhe dashnin e krejtjerve, edhe pse nuk e kanë ditë. Do me thonë, unë e jem pak ka shumë e përgdhelu në e familjes, jem ma e vogla, krejtjerët janë shumë atë mëdhaj. Po mu më kam jaftu qëto 3 me ditë edhe me mbështet në atë rrugtimin tem që ndoshta nuk është që e kom kalu ende, se njëri kur të njën që ki kancer, truni po ndryshoj ke përgjithmonë. Mirë po, nuk është që jo mundu më konë barë e tyne. Ndoshta me fjallë, po, për shembull, bëni ti punë sot, se unë jam smuta, diqka, po jo në atë aspektin me u dorëzu. Unë e shoh edhe këto nonën e Rita Orës, edhe ajo ka qenë bila e ka pas ngratë shumë atë nalë se une, edhe më kanë ndihmu gjithmonë me mbështetjen e saj, për shembull, se unë e kom njoft prej kur kom shku në Londër. Edhe është një zoj me plot kuptimin e fjalës, se qysh më ka folë kur më ka njoft kur ka qenë Rita fëmi, njëjtë më flet edhe sot. Unë e qmoj shumë, kjo është një vlerë shumë e madhe, që ajo për shembull unë e kom diskutu me ta për tamoksifena, tableta që mi kanë dhënë, që unë nuk kom mujt me I përballu, I kom pi vetëm një vete gjys, edhe I kom ndërprej. E më ka thonë, jull ka më zbanaj gare, e dënë që ka do me thonë me pas kancerin, edhe më ka jep një shtys, më ka jep një model, që ajo është sot punon, vepron, do me thonë e ka kaluar çështje që ajo e ka vujt edhe me kemoterapi, do me thonë e ka pas matron se temin, edhe është simbol edhe për mu, do me thonë këmë thonë, hej, kjo ma e vjetër se one, edhe sa me respekt edhe ndershmëri ndaj vetës edhe ndaj tjerve, e ka kalu smundjen edhe ka vazhdu, do me thonë si ëll, si ikon, do me thonë atë yllësin e ka morë vajza e vetë prej saj me ndojone, se është shumë njeri zoj, tamam, absolutisht nuk I ka ndru me thonë adin tash, unë jëm nana Rita Orës edhe e kum kalu këtë smundje, unë tash të jenë anglip se mu marrën e me ty, absolutisht kur, gjithmonë më ka folë njejt,
si je, qa po bën, api merr hapat, si po ndjehesh, si po e kalon, do me thonë është shumë mbështetëse. Sa mirë, se tu e ditë që, do me thonë, përveç kur është një figurë që njihet, Po, është edhe ana tjetër që, do me thonë, kur kalohet vetë, ajo për me mbështet dikon kërkon energji, kërkon kohë, edhe që njeri që shta dhe ti mundet me te i kalu, okej, pse mu marrune, por realisht në vendet qysh ke qenë ti vetëm, pa njerëz të tu të ofert, edhin qfar motivi edhe qfar mbështetje, sa e nevojshme është diçka e tillë. Edhe sa është për mu vlerësu. absolutisht, unë mendoj që është diçka e artë, do me thonë që nuk ka çmim me i ndihmu një personet që, sidomos ajo për mu që e ka kalu dhe stadin më të rënd se temin. Do me thonë, unë në ta e kum pa atë vlerën e saj si person, se për shembull motra jam edhe nusja e vllaut, edhe shoqja jam e ngusht, të trijat mundohen one as mos me lexu lajme të rana. Se thojnë, krejt e merr atë energjin e ran, atë energjin e keqe, edhe ty të ndikon mandej, edhe pse ti nuk e kupton ndoshta për momentin, po ajo kur nuk është se faktikisht ashtu është, se neve krejtve na dhem, çka do që ndodh me këndo në bot, na dhem, edhe na veç mushemi pezm, mushemi dhimbje. Derisa shndrohet. Po, derisa shndrohet në diçka keqe për trupin ton. Po ajo asnjëherë nuk e ka distancu vetëm prej asaj, gjithmonë është marrë me mu, është marrë me komunitetin, do me thonë është shumë në mënyrë shumë të ndershme, adin asnjëherë nuk është mundu me mtut, me më thonë që pa tjetër dush me i vazhdu ata hapa, se unë jam pak preneqe, edhe më kanë ndiku ata hapa shumë keq, edhe prandaj më detyru me i ndalë, po ajo më ka dhënë shpresë, do me thonë edhe po kanë qenë nevojshëm u marr. Pa tjetër, kanë qenë absolutisht, po unë jam një person, si që thashë dhe ma herët, besoj shumë në Zot, besoj shumë në dashninë e njerëzve, edhe nuk du me pa atë të keqen. Gjithmonë munona, se ajo yin yang që është, çdo e mirë e ka një të keqe, çdo e keqe e ka një të mirë. Dhe me thonë, munona mu fokusuna atë bardhën, se familja jam gjithmonë më kanë thonë, ti e ki zemrën livadh. Absolutisht, nuk i regjistron senet, qysh janë, nuk i dhnohësh, nuk gjithmonë një mundu me nana jam ka qenë e tillë, edhe ka qenë njeri shumë i madh, dhe njerëz kur më flasin për ta, e një vetën që me karakter në atë mënyrë i afrona shumë. Aja e ka pas zemrën, do me thonë që nuk e mujt me që thoj na me nxon ngusht për kur gjë heq. Julka, kthehem prap te nona. Po. Mirë po vazhdojmë me një blok marketingu dhe kthehem për pak. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB, vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtohen në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend.
Julka ishim duke e përmend nanën edhe ishe duke ja tregu atributet edhe cilësitë e saj të mira, të cilat ti tha kur i dëgjoj se realisht mosha jote e re nuk të ka bo që ti me pas ndoshta me arrit me kujtu shumë ose me vlerësu shumë. Se një vajzë 15 vjeçare, më thonë është kryesisht në atë botën e vet. Po. Qysh është adoleshenca dhe nuk ka shumë tendenca ose motiv me bu vlerësime të prindërve. Po, e vërtet, shumë ma vonë i kom kujtu disa fjalë, edhe i kom kujtu edhe i kom kuptu. Aq sa kom arrit me ndëgju, prej saj kom arrit shumë ma vonë njetë me i kuptu domethënien e tyne, për shembull. Edhe është fakt që në atë moshë i ndëgjon fjalët e prindve, po faktikisht nuk gëzojnë vend. Shumë ma vonë, masi ta kalon adoleshencën, pubertetin, e arrini moshë të pjekurisë, atëherë nalësh edhe thu, mire pas ka pase, qështu, po vlej ka kjo, se mami ka tregu shumë thonje, për shembull, që të ka bo ty me mendu, edhe ndoshta edhe me lexu libra, për me arrit me kuptu që ka dasht me thonë, edhe gjithmonë kur i thesha unë, për shembull për diçka, non, jam lodh me këtë shprehje ose me këtë mendim ose me këtë thike. Ka më ardhur dita kur ke me kuptu tamam plotësisht, edhe me të vërtet po veke dita, shumë e vërtetësh. Edhe ju kisha bo apel aty në që i ka nona gjallë, me ndëgju sa ma shumë. Edhe nëse s'muj me i majt mend, me inqizu, se fjalët e nanës kanë shumë domethënie për krejt jetën vlejnë. E ata që janë me fat edhe i kanë gjallë, me i dash sa ma shumë edhe me ndëgju sa ma shumë. Edhe pse nështë në atë mosh pak e ki ma problem se normal. Por gjithmonë rikujtimi bën dobi. Pavarësisht që mosha kërkon një farë, e ka një rebelim rreth vetes. Vetë, ose është pjesë e zhvillimit njerëzor, adoleshenca me qenë pak sfiduese. Prap, kur rikujtohet në qësi raste që nana duhet me u dëgju, me u respektu, gjithmonë ja vlen. Gjithmonë. Julka, mandej, pas nanës, qysh vazhdoj, ti pate mbet edhe pa babën, apo? Mas një kohë? Po, mbas 2 vite, faktikisht 3 dit pa i bo nana 2 vjet, më kanë ndrujet baba. E ka qenë, është i likvidum në Shqipni, ka qenë politikan, ka qenë magjistër i shkencave të historisë, ka qenë jurist, ka qenë është marrë me politike dhe me lëvizjen kombëtare të Kosovës për bashkimin e trojeve shqiptare prej klasës 7, kur është arrestu për herë të parë, që e ka thy fotografinë e titës në shkollë, në klasë të vetë, e deri kur ka përfundu me vdekje, me thonë. Ka qenë i dënumi demonstratave 68-ës për flamore, ka qenë i 74-ës për universitet, ka qenë i 81-ës, si kryo organizatori demonstratave 81-ës. Gjithmonë aktiv politik. Po. Këto të fundit kanë qenë ma të rana, se ka qenë burgimi më i gjatë, ka qenë në burg me 2 dajat e mamit, do me thënë me vlëzërit e mamit, me 2 dajat e me, se u shpreja gabe me Ukshin Hotin, Shemsire Qicën, se ka pas, do me thënë, edhe, do me thënë, unë atë mosh kam qenë 2 vjeqe, pa i bo 2 vjetë, edhe, ka dalë kur kam qenë unë në klasë 2. Do me thonë, nuk është se kam pas fëminin ashtu të lumtur. E kam pas fëminin e lumtur në atë aspektin që është kujdes nana, po mungesa e një prinde gjithmonë me ka peshën edhe vlerën e saj. Do me thonë, unë e maj men kur kemi shku në Pozharevc me vizitu babin, kur kemi shku në centralizat në Beograd, edhe s'ka ndash me në leju me pa, se babi kanë qenë shumë i mavijosën, edhe unë kom qenë 4 vjeqe, mami më ka thonë, babi është cool, në njërën prej vend kanë qenë si dyrë, nën dyrë, pa dyrë, veç gardian kanë qenë në mes, e mami më ka thonë, shkon në dhomën e 4, babi është aty, edhe
Halopa e kry mami fjallën, unë kom shku nër kom në gardionit e kom përqa babën, se mami ka mendu, ka thonë, masi ardhëm deri këto, bile kjo le ta sheh. Se nuk ju kanë leju. Nuk na kanë leju se ka qenë shumë gjendje të ranë babi, shëndetësore, prej torturave që njerëzore që i kanë bo. Edhe i kanë thonë mamit nuk është këto, është në spital. Po mami ja ka njoft kollitmen, se ata kanë qenë shumë qef që janë dosh shumë, edhe i kanë pas ato kodet e veta, edhe kur është kollit babi, e ka kuptu mami që po do me thonë këto jam, bënja diqysh se unë jam këto, do me thonë i ka dhonë shej mami që edhe mami e ka kuptu me njëherë, edhe kur e kum përqafone, mande e kanë leju vizitën. Aha, okej. Kanë leju dhe mamin me hy? Po. Do me thonë edhe, do me thonë kanë qenë vite shumë të rana, si për Kosovën, edhe për njerëzit që kanë qenë kundër pushtetit të atëhershëm Serboslav. Julka më tregove që rëndësin e shoqes tonë dhe Venerës, edhe tha që nuk du me te i kalu pa e përmend gjithsesi rëndësin e saj njëtën tonë, edhe në rastin sidomos të vdekjes prindërve tu. Po, shumë e vërtet se unë kur jam martu, si kom pas as njënën prej prendve. Edhe në kohën kur jam divorcu, do me thonë, gjatë gjithë kohës, prej se kom lindë, kom pas mbështetje Venerën, edhe që e përshëndes shumë, jeton në Hamburg, Gjermanis, me shokun Dritonin edhe vajzën Leonën e djalin Dionin. Edhe të prindve të saj, a gjithë shaqer edhe tezës Fahri, në djes post, po edhe të saj, faktikisht gjithmonë. Edhe gjitha të vite që unë jam nda, prej ish bashkëshortit, kom pas fëmijë të vegjël, unë kom qëndru të familja e saj, e kom he kretat malën, do me thonë, kom nejt me muj, verës, e kom he kretat peshën e mallit që i mungon një fëmis që është rritë thuja se pa prind, edhe ka ngen një moshë shumë të re pa prind. Edhe divorci mandej i ka ato dvetat, faktikisht, edhe, do me thonë, vdekja e nanës saj ka qenë për mu një bargjë, do me thonë, është shumë keq me e thonë, se do me thonë, jëmë konë shumë e mlefosën, që dëqysh ma ka marrë edhe një njeri që këm pas dvetmin që ma ka hek mërzin e prendve të me, të dëve, do me thonë se prend të sajën e i kam si, i kom pas e nanën ma nuk e ka, po, i kom pasi familje të eme, kom shku, kom nejt me javë, edhe kom hek kretat mërzine, kom një vetën pura, që thojnë angles, si vajzë tyne, si bije tyne, do me thonë edhe, e kom nisi një bargjë të zotin, që do me thonë, okej, prend mi ka marë, sfidat jam për gjithkan, po a jam ka lëndu shumë a shumë, se që kom ndjen atë moshën e re, kur i kom unë prend. Do me thonë edhe është një sfidë shumë e madhe për mu, do me thonë, faktikisht si qashtja e kancerit, ka qenë edhe vdekja e saj. Do me thonë se na i marim njerëzit, we take things for granted, thojnë anglesht, i marim njerëzit për të mirë qenë, si motrën tem, nusën e vllaut, nanën e saj, e ku marë që edhe Venerën gjithashtu që këto janë të mijat, edhe këto kanë me qenë gjithmonë për mu. Edhe me vdek dikush prej tyne, do me thonë, nuk e kum para me ndu korë. Edhe, do me thonë, është shumë një tragedi, një lëndim për mu që nuk e di me e kësha ndru me vite jetë, të mijat, personalisht, se tjere s'kam drejt, mirë po, ka qenë biletu e këndu një hatë me për mu, se janë 6 vajza, edhe i ka këndu për këto 3 të mdhajat, unë jam me mosh, faktikisht i bi me qenë numër 4. Edhe kër më ka tregu në Venera, oj motër tha, ta lanë gjyst hatëmën, jëmë konë shumë, dhe qysh, ajo do me thonë, se qa që ju mësua ajo me bo për mu, që... Edhe gjona që ti si ke dit, ajo u konë të i bo për ty. Po, edhe ku më thonë, qysh ajo me dek, do me thonë, ka qenë, jëmë tregu shumë fëminore, jëmë tregu shumë, se qatë shumë që më ka dhimt, më ka nëzirë jashtë vetës, kisha ajo zgudzan me vdek, e ka
ndalume pej meje me vdek, edhe me mlan mu, hej, mu, është diçka që s'ban aja me bo, nuk e ban aja, adin, diqysh se munu, e kom pas gjithmonë se të mirë qenë, adin, si këto trija që thash, Po. adin edhe aja me dek, po gudzan aja me dek, e me mlan mu, do me thonë, është shumë, falni se, Jo, s'ka problem. edhe gjithmonë e kujtoj, thëm, kur vim Prishtinë, thëm, para me nda me pas mundësi me këthy ata dhe nonën tem i gjetë të pi kafe, ose të folë, ose... Edhe ajo nuk e ka ditë fare që e kom pas kancerin. Okej, ka qenë gjallë? Po, ka Edhe nuk e qenë ka gjallë ditë? edhe 2 vjetë. Nuk e ke informu? Jo, absolutisht nuk ka dhim të shumë. Se ajo me më dhim veç kryt ose diçka e ka marrë shumë tragjike. Atë në është qunë natën, është kujdes, është më ka bu kompot pa sheqer ose diçka që atë absolut ajo ka vdek edhe nuk e ka ditë që jam. Jo, ta më puna se e shqetsu te për Qysh është për ty Ylka kur vjen në Prishtinë? Është shumë mallëngjem me gzem faktikisht. Kur i kam njerës e me gzona shumë, unë e kam këtu njerës shumë, familjare, krejt, që më dojnë edhe më këshyrin, se është gjënamës me e cek. Po këtu në Prishtinë, faktikisht, i kam veç kur vim për shembull motra, venera, edhe nusja vllaut. Do me thonë këtu trija i kam... Venera në mes motrës edhe nusës vllaut, Sami. Po, gjithmonë, se jemi lind, do me thonë, në prej se kom lind, kom qenë me ta edhe kom me qenë faktikisht gjithmonë ka me qenë mbështet jam, do me thonë njëri i parë që disa sene që nuk gudzem ja u tregu lenditës dhe vjosës. Ja tregoj venerës, adhe ashtu patut edhe me mbështetje. Se nëse ndodh diçka në familjen tonë, do me thonë ato dyja vjosa dhe Linda prinsin që one me mbështet ata persona që ju ka ndodh. Ndërsa venera munohet më mbështet mu, veç mu personalisht, normal i dhem ma shumë, pak ma shumë për mu, edhe për shkak tjetës që e kom pas, edhe për shkak të afrimitetit, normal nuk diskutohet, edhe gjithmonë të aje marrat baterin, rimbush, e mush telefonin. E mush shumë se thëm, venera ma dend, edhe nuk më paragjykan kor, edhe nuk ma nxen kry që thojmë na. Do me thonë, ma jep mbështetjen pa kushte. Do me thonë, ma jep ashtu dashnin që se kemi na prej Zotit. Adin që, nejse ndo gjana nështë a Zotit edhe na dënan, përdo sene, ajo kur. Ajo kur nuk më bërtet, ose nuk ma nxen për të madhe një veprem, edhe pse më këshillon. Për shembull, njëjtë më këshillon si motra ame edhe si kur nusja vllaut, po asaj kam mundësi me ja spjegu mënyrën edhe arsyen pse e kom bo, edhe më kupton plotësisht. Nuk e ma ndej me më thonë, apo ka ndodhë kështu se ti e ke bo këtë veprema, do më thonë, e ka dashuninë pa kushte, pa rezerva, e ka, do më thonë, e di që e kam aty si një thesar, që e ki veç për veti. Sa mirë. Po, edhe mëse edhe prind baba i saj, edhe motrat e saj, e krejt kujdesin e njejt, mirë po është nuk e di aj afrimiteti edhe bot kuptimet që i kemi të njejta. Se motra nësja vllot kanë shumë diferencë me mosh, me mu, edhe mendoj pak edhe kjo... E ka atë efektin e vetë? Absolutisht, se me motrën kam distancë 15 vite. Është gjenerat komplet tjetër, ishe gjanat krejt ndryshe, edhe ka një e ndjenë si detyrim me më këshillu, edhe me më korrigju. Edhe vdekja hershme e nanës e ka bu me marrat rolin një farforme për ty si fëmijë vogël. Edhe pse e ka pas me thonë drejten. Se nana edhe ka punu, ka qenë mësuse në Asan Prishtinë, pedagoge, edhe kjo ka qenë gjithmonë naj
në hierarki, kanë qenë me njerë ajo që ka qenë shpe, do me thonë. Aha, okay. Me majtë disiplinën, rregullin. Në shpe dhe jemi në varë prej saj, do me thonë. Aha, okay. Edhe vllau, mandi, une s'kam najfar vende, a kështu absolut, se me e vogla jetë gjithmonë me e vogla. Po, Julka, kritë këto që jetu i tregu, do me thonë, unë mendoj, konsideroj që janë elemente të cilat e ndihmojnë ndoshta secilën gru me pas njerëz për rreth, mbështetës, mirë kuptues, që me te i kalu sfida që është kanceri i gjirit. Nëse një gru ose do gra që po na shikojnë, edhe të cilat jënë duke u ballafaqu me këtë sfidë, çka ju kishe sugjeru, do me thonë, atyne? Çka duhet me bo, ose qysh me jetu, se këtë pjesën e trajtimit normalisht që përcakton mjeku. Po. Mirë po, prej anës tyne si individ, si njerëz. Unë ju kësha thonë, mos me e marë shumë të ranë, si fillim, me gjyku si një sëmundje tjetër, gjdo lloj sëmundje tjetër, me u marë me vetën, por me u marë me familjen njëjtë si që jeni marë, sepse nuk ndryshan jeta për të mirë, nëse ti i kushtosh veç rrën të u mërzi, të thonë kuku, qa ka më gjetë, qa ka me ndodhë, qysh tek, unë jë munu, me vazhdu njëjtë, do me thonë, mu në Londër më kanë lëshu qatë ditë prej spitali, kur jam operu prej kancerit. Nuk është nuk e kom pas najfar trajtimi special. Aha, okay. Motra ka ardhë me nusën e vllot, jenë munu, çdo ditë me ndru qarshafa në shtëpi, me pastru, diçka ma ekstra, se kam pas frikë, edhe kom pas një lloj, ma kanë dhënë një lloj pastruesi të varrës edhe trupit, se është çdo ditë me u pastru, për Gjermanisë. Okay. Edhe kom nejt, jo mundu me hangër ma shëndetshëm. Okay. Do me thonë nuk trajtohesh atje si njeri që s'mundesh? Jo, nuk jem trajtu, one. Edhe gruja po mendon që s'duhet me e marr veten çashtu. Një gru që mos me e marr veten, unë jam smu tash përfundoj jeta për mu. Jo, absolutisht. Jo më shku në shpe, kom nejt me familje teme, kom fol me njerëz normal, as nuk i kom tregu shumicës njerëzve nuk i kom tregu. As gjysës familje se e urrej viktimizimin. Kur nuk e kom munu veten me thonë ashtu, unë jam da, tash krejt musil rreth meje, ose unë e kam kancerin, tash krejt me bo, as nuk i kom tregu. Gjysës njerëzve. Do me thonë, jo mundu ushqimin veç me qenë i zim, që kjo është, më kanë thonë mjek kryesore, me humb pesh në mënyrë naturale, kom dalë, kom hecë në park, dathën. Aha, okay. Po, më kanë thonë so është healthy, po me hecë me direkt komba me shkel në dhe. Me shkel në dhe, po. Kom dalë në park, edhe aty janë do vena që i lavrojnë ata për mi mjell lullet. Okej, edhe ka qenë shumë për shkel. Nejsi ja ka vlet. Në bari nuk është qa që vlefshme sa me shkel në dhe. Që shtu më kanë thonë mu. Edhe kom nejtë në park, kom jo munu me meditu në atë temën, jo më këthy në shpe, jo munu me fëmimi bo detyrat e shpis. Nuk kom quran. Okej. Nuk kom bajt. Po, okej, më falë. Më falë, urna. Deshta me dit, a ju ke tregu fëmive? Jo, fëmite kanë marrë vesh se e kanë ledzu letrat. Okej, të mjekut. Djali madh, po. I ka ledzu letrat se ka mendu se unë edhe për kthej. Okej. Edhe tha, mam, tha, që jo gruja e pas ka një fëmijë. Se unë që ma kanë shkru aty një fëmijë. Okej. Edhe unë thash, po, ami që ato letra, thash se jem kom punë, kom përkthy. A i tu mi dhanë, tha, jo tuat ka kanë, një ëtë. Thash, po be, asi tha, nalë në adën, nalë ta shaf. Ka qenë rastësishme. Po, se i ka marra i letra të pasru, se unë e djemë t'i kam që jo mundu me i eduku, me u kujdes për ambientin edhe për banesën, për rreth vetit, i kombinate, me thonë, kjo është djallë, le të bënë që ka dënë, absolutisht jo, fëmite me din, me pastru, me gatu. Që ju ka dalë mandej kur ka shku djalli madh me studiu në Leeds, 3 orë larg Londrës, ka qenë javë për veten. Aha, okej. Su ballafaqu me sfida pa nevojshme.
një parë qërapat veta, mos me ditë me lëshu një maqinë, ose mos me qenë gjendje me pasru, se unë mendoj që edhe meshkujt janë njerëz, Normal. edhe janë të aftë, edhe kanë tru, me u kujdes për një vend banim të veten, në mënyrë njëllësoj si një femën. Definitivisht. E qysh, mande, a ke vështirë për ty ka me menaxhu që situatën me fëmit, kur ata veç pon diçka, po ti e tentove me anashkalu? Po, une ju thash, gjithmonë që mami është e zoja, mami ka kalu divorcin, mami ka kalu prente vetë, edhe mami ju premtaj me emën Zotit që ka mu shëru, kjo s'është kur gja, kjo është vish shumë e vogël, vish një operim i thjesht, është kancer, se nuk mu isha mi rrejt, se ata e lexun, se e kisha lënë mi u tregu një kohë pak ma se e kisha kry radioterapin, ju kisha tregu. Po e lexun edhe ju thash, kjo s'është kur gja për mamin, këto janë sfida, njerëzit ballafaqohen me sene shumë të mëdha, unë jam mirë, jam në Londër, e kena dajën, tezën, linë, tezën vener, Gjigjin Vjos, lekën e gjinin, djem të vllot, i kena krejt njerëz që na dojnë edhe na përkrajnë edhe kjo s'është kur gja. Edhe e kam një dajë atje, ka ardhë shumë vonë, e kam kështu të largët, po, unë e dojë, thëmë, ka nana krejtve, dojë edhe teze. Edhe, a më thejke paramenda, shnosh është tipi kancerit, del, shkel autobusi 2 katë, shkove. E vërtet, se na gjithmonë e shohim, do më thonë, viç emërtimin, po, emërtimi, kancer është ende shumë. E realisht mundet me ndodhë vdekja në çdo lloj forme. Çdo moment me më lshu zemra dhe shta ashtu fol. Dhe po në gjithmonë mendoj edhe jetoj, thusën kom e jetu edhe një 100 vjetë, shto, gjithmonë edhe ku marr ato dhe i ku më thonë fëmijëve që unë e besoj që kom e kalu, jam shumë e bindon, kjo është veç një prej sfidave, kur gjës është kjo. E kaloj mami edhe kur gjës botë edhe ata diqysh si një lloj, janë kun diqysh si të mpit, edhe ata është më thojnë, për një mena ke bo munia ashtë të thu se... Kur gjës po bëhet? Po, e ke vrani gesht edhe nesër shkon të mjeku ta pastran edhe u kry, kur gjës s'po ndodh. Edhe ju ku më thonë, kur nuk bon mi marë senet. Më ka vdek nana kur kom qenë në Gjermani, edhe e kom kalu me të njëjtën dashni, që ty në njerëzve që shëqër që i kam ende, edhe kom thonë kur gjë mbut nuk kaluhet, nuk është diçka e pakalueshme, veç vdekja nuk ka zgjidhje. Normal, definitivisht. Kur gjë krejt kalon, krejt bon, kur gjë s'është jashtë risku që e kem. Qa se kem, çka thanaj, shkel autobusi kur gjë kërkut. S'kem qa me bo. Shumë e vërtet. Ylka, ketu të regu se të ndërprejva, nëse të kam bet, diçka kisha desh me plotsu që me shku mesazhi komplet. Te pjesa që ka me bo gratë. Me thonë të regove që ke hec në dhe, ma ndej ushqimi me qeni zirë. Po, ushqimi gjella, mundësisht, gjithmonë, edhe mos me elon për shembull me bo sot, me hongër nesër. Okej, me qenë freskët. Po, sa ka mundësi, mos me përdor mikroval, qysh më kanë thonë me hum pesh, dikush mundet me vrapu, dikush mundet me ec shpejt, unë veç kom ec normal. S'kom pas mundësi këto dyja, nuk e kom një veten në gjendje të mirë për me vrapu ose me ec shpejt, veç kom ec. Kom dal, kom shetit me orë. Një orë për shembull e kom bo në park, deri sa më kanë nirth kont, kom pas ftaft, mandej kom vesh çorapa, këpuc, kom dalë në për qytet, kom shiku. Vish me bo atë minutazhen edhe me bo hapa, për shembull 10.000 deri në 15.000, edhe mos më marrë me sene të rana, për shembull me gatu, me bajt, adin nëse kanë mundësi, me ndihmu dikush, mirë është. Me urujt. Po, prej qëtyne seneve se lodhen, unë jom lodh. E vërtet. Edhe për informacioneve, vlen kjo e njëjta, do të thonë edhe për ngarkesave psikologjike të panevojshme. Diqysh nëse shkëputesh prej krejt informacioneve, diqysh edhe shkëputesh prej ngjarjeve të jetës. Unë s'ko mujt me bo qatë sen. Unë jam tip shumë i ledh me njerëz, kam shoqni në Londër, kam shoqni këto, asnjëherë nuk jam person që jam tërhiq edhe tash, adin me thonë, s'po më interesan qarë probleme ka që këj person, ose aja se ki nevoj me qene e përfshine. Po. Se kam nevoj me
me ditë për njerëz edhe kam nevojë me ju ndihmu, mos me mendua ata që tash pse jam smut nuk mujnë me llogarit ndihmën tem, ose në dashurinë tem, ose në mbështetjen teme, absolutisht jo. Se nëse ka diçka që më bën keq, le të bën, se na jemi njerëz edhe kemi nevojë për njëri tjetrin. Se unë e një vetën shumë mirë kur të ndihmoj dikujt, kur të den ai person të paktën që mundet më thirr mua në çdo kohë, edhe Kjo të bën mund je mirë. po, shumë. Kjo mendoj që është pjesë e shërimit tam. Se kom ditë gjithmonë që kam njerëz që muj me thirr, muj me lodh, të fol, edhe në 2 natës, edhe në 3 dhe pa marr parasysh, edhe ata nuk është që ju met hatri ose që thojnë, na myte, na thirre ose diçka. Edhe pse se kom bo, E qartë. se nuk jo Po e ke më ditë që ndje. derën e ki të hapun. Po, absolutisht, edhe kjo ndihmon shumë, mendoj unë. Se unë nuk jo më ndje me fol shumë. Okej, Në se atë ke pas kohë. të nevojshme. Jo. E mundu me majtë sa ma shumë për vete. Mos me ngarku njerëz, mos me bo me u mërzit. Se bolli ko mërzit këta të me që e kom pas detyrushme me ju tregu, se me pas mundësi, kërkujt heq nuk i kisha tregu. Se është e randë, është shumë e dhemshme. Kanceri është, do me thonë, unë jam shumë e bindun që njerëzve të familjes tem që ju kom tregu, ju kom hup kohë prej jetës, do me thonë ja kom shkurtu jetën prej dhimbjes, prej keqardhjes, prej pamundësisë që ata s'kan pas çka me bo. Përveç se me mdasht edhe me mbështet, zemra ju ka djeg shumë, edhe shpirti ju ka dhimbt. Po s'kam pas mundësi mos me ju tregu. E qartë. Se me pas mundësi, askujt nuk i kisha tregu. Normal. Por realisht, për çto jemi edhe njerëz? Ekzistojmë ose jemi qenie sociale? Po. Se kemi nevojë për njëri tjetrin. Në çdo situatë, shumë, edhe të absolutisht. gëzimit, po Edhe njëkohësisht të edhe këto qashtu tjera. është. As dasma nuk bëhet pa njerëz, E vërtet. as varrime, as mundja, as kur gjesh mos e lash soti as kënd pa familje, pa njerëz të vet. Amin. Ylka, ke shumë kënaqësi se më ka njoftuar regjia që koha veç na ka përfundu. Më vjen mirë. Ke shumë kënaqësi me të pas këtu dhe shpresoj shumë që tash je motiv për shumë gra që me ju tregu që Ylka vazhdon me qenë e shëndetshme, Absolutisht. edhe do me thonë e ka te i kalu, Po. kancerin e gjirit, edhe do me thonë po vetëm ideja është që na me bo kontrola pa i Rregullta. vrejt, Pa pas nevojë për simptoma po, ose diçka. absolutisht. Sidomos ky muji që është i ndërgjegjësimit. Po, me i shfrytzu krejt çdo Krejt mundësi që na po, ka se rënë. është pa pagesë në spitalet e Prishtinës, e të krejt Kosovës, mendoj, edhe pa tjetër, pa asnjë lloj simptome ju kisha lut gjitha grave, vajzave të reja, se ndodhe edhe në mosha të reja. Do me thonë, nuk është e thonë me qenë në non ose në një marrëdhënie me një person, për me ndodhë smundja e kancerigjinit, ka shumë femna të reja, vajza që s'kan asnjë eksperiencë në jetë, në Angli për shembull, që ka ndodhë kanceri i gjirit edhe gjitha kanceret e tjera, fatkeqësisht. Shumë faleminderit Ylka. Shumë faleminderit juve dhe shpresoj që e kom përqu një mesazh që mos me u dorëzu asnjëherë. Gjithsesi, As në kancer, as një lloj sfide në jetë. gjithsesi, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Mirupafshim në episodin e radhës.